Aksi rrugor nacional Pogradec-Sjath Than shpesh vijon të bëhet burim aksidentesh vdekje prurse. Të shumt kanë qenë persona të cilët kanë humbur jetën përgjatë tij, herë si drejtues mjetesh e herë si këmbësor. Problematik për ekspertët rrugor është pjesa e rrugës në Mëmlisht dhe shpejtësia tej normave të lejuara. Rasti i fundit është 16 marsi, kur humbi jetën kalimtari i ndjer Ilirian Mimini. Kronika jon është një apel për banorët e zonës, të cilët duhet ta bëjnë kalimin e rrugës përmes nënkalimeve të saj, por në fakt ata zgjedhin të kundërtën, kalojnë përmes rrugës, mënyrë që është shpejt, por që ju kushton jetën e tyre. Arsyet që sjellin aksidentet në këtë aks rrugor janë disa. Së pari, nënkalimet janë të ndotura, sepse njësitë administrative nuk i pastrojnë ato. Së dyti, vijon të mungojnë ndriçimi rrugor, pasi është vjedhur kabli elektrik i zonës, dhe së treti, mos respektimi i shpejtësisë vendosur nëpër tabela nga drejtuesit e mjeteve.